Ka një problem sot që të parat e nxorën si shprehje, e nxorën 2 media investigative, një holandeze, Follow the Money, e vërtet, dhe një franceze, Blast. To nxorën një shprehje që Marta Kosa e ri morin brapa, që po i bën shumë dëm. Kjo shprehje është dakord, që për sigurinë tonë difusim kështu siç janë, edhe po qenë me cene, me tmeta. Problemi është se mbrapa mos qajmë në europianët, sepse kemi rrezik të fusim një kalë troje në Evropë. Dhe kjo shprehje kalë trojës, kjo po i bën shumë dëm Marta Kosit. Sepse ajo po i mbyllisit shumë, është ajo përgjegjëse që nuk alarmoj për kalë trojës. Ç'është kalë trojës? Kalë trojës ka dy forma. Ke kalë troje ose kalë troje që bëhet pro një vendi armik të Evropës, sot është Orbani, pra Hungaria, Slovakia janë kalë troje në fushën e sigurisë, që ti mund të jesh në Evropë, ti kupton se fushën e Evropë për sigurinë time, por ti e shkatron sigurinë sepse ke fukti kalë troje që ai ka një votë me veto, që mo. Dhe kalë trojës dytë cilë është demokracia. Do të thënë që ti vjen zgjedhjet, po ti s'të bën dot asgjë ty ke vendi që vjen zgjedhjet, pse? Sepse ti ke veton që bllokon sanksionet. Do të shkollaj fare dhe kjo ndodhi edhe zonjës Marta Kos. Kali pari trojës ka qenë nga vendi Marta Kosit, ka qenë kryeministri i saj, që quhet Janca. Ai? Ka qenë në vitin 2020, ka qenë kryeministri i Slovenisë. Janca ka qenë në Dirama i Slovenisë, dhe i cilëtonte që është antar i BE-s prej 2004-s. E cilëtonte në mediat opozitës slovene, kujtoni zoti Marta Kos, e quajnë Mareshali Tito.